Widzew Łódź mori sot fitoren më të rëndësishme të sezonit. Në shtëpi, mposhti Lechia Gdansk me rezultatin 3-1, ndërsa fitoria u sigurua me 3 golat që në pjesën e parë. Julian Shehu u zhgënjue nga vendimi i gjyqtarit polak për ta nxjerrë me karton të kuq. Kartonat e verdhë në minutën e 82 dhe 88 bën që Shehu të dilte nga fusha e blertë. Fitoria nuk u rrezikua, edhe pse tensioni u shtua në minutat e fundit. Widzew Łódź doli nga zona e ftohtë fal 3 pikëve që mori. Ndërkohë, ka mbetur edhe 2 javë për të mbyllur këtë sezon të vështirë.